tej. Arta, me vërtet, pse paktën Fieri deri shumë vite më parë ka qenë epiqendra, avion tjetër, edhe Vlora kanë qenë aty dy qarqet me nivelin e kriminalitetit më të lartë. Shiko, do të bëjmë një dallim. Po. Pra, ka rënë qetësi apo çfarë? Mes zonave në Shqipëri. Unë jam më kot, her pas here kam cilësuar Fierin si lloj universiteti i krimit në Shqipëri. Pra i këtij që quhet krimi organizuar. Sepse ndryshe nga gjithë qytetet apo qarqet e tjera, grupet në Fier vërtet mund të qenë shumë të ashpra me njëri tjetrin, shumë të sofistikuara në luftë me njëri tjetrin, por i ka mbyllur sherrët aty për aty. Pra, ata dinë si të mbajnë balanca. Në Fier, nëse alternativë mund të jetë një marrëveshje, ata e arrin një marrëveshje. E arrin do? Ata e arrin një marrëveshje. Edhe pse mund të jenë asmëri me njëri tjetrin, ata e shohin goditjen fizike si armën e fundit. Pra në Fier, grupet të cilat mund të jenë rivale kanë bashkëtuar duke respektuar zonën e njëri tjetrit. Pra nuk kanë hyrë në zonë. Madje kanë bashkëtuar dhe duke ndar kompromiset me pushtetin. Njëri punon me bashkinë, tjetri punon me Ministrinë e Transporteve. Njëri punon me hidrokarburet, tjetri punon me industrinë e turizmit. Pra, grupet e Fierit janë shumë, janë një rast vërtet shumë studimor, janë shumë jetëgjata. Sot grupet e Fierit janë grupet më jetëgjata që janë në Shqipëri. Dhe jetëgjatësia e tyre, pra vjen që nga fillimi a mesi i viteve 90, ka ardhur për shkak të kësaj gjëje, sepse ata është komplet ndryshe nga Vlora thua. Sepse fierakët kanë një gjë në mendje. Motoja kryesore në Fier është paqja kushton më lirë se lufta. Dhe ata kanë ditur, pra përveç se kanë qenë kanë zhvilluar aktivitet kriminal, ata e kanë trajtuar krimin, narkotikët apo tenderat e ku diu me radhë, se ata janë grupet e Fierit merren me tendera, kanë kompani legale, kanë edhe pse mund të jenë rivalitet me njëri tjetrin, madje edhe politikisht mund të jenë kundërshtar me njëri tjetrin, ata kanë ditur të bashkëtojnë me një forcë që është në pushtet. Thash, njëri punon me bashkinë, tjetri punon me qeverinë. Dhe ti mund të shikosh ata kur vjen momenti i votimit në Vlorë, në Fier. Pra, grupet e Fierit e kanë këtë gjë. Dhe jetëgjatësia e tyre kaq e madhe, i ka bërë ata për unë në shoh Fierin si përveç se është qarku i dytë më i rëndësishëm në vend. Dhe për shkak të numrit popullsisë. Fieri ka 16 mandate. Po. Mbas Tiranës është Fieri. Pra Fieri ka një peshë specifike, edhe politike në vend, edhe ekonomike. Pra është qyteti i dytë mbas Tiranës për fuqinë ekonomike që ka. Pozicioni ku ndodhet që ka afër edhe Vlorën, madje një pjesë e mirë aktiviteteve kriminale në Vlorë, sidomos trafiqet, kanë qenë biznese të grupeve të Fierit. Vlonjatët thjesht kanë shërbyer, por mbas tyre gjithmonë ishin vijojnë të jenë ende? Edhe sot nëse pyet në Vlorë, një pjesë e mirë e hoteleve, objekteve të turizmit që janë atje, bizneseve, i kanë ata të Fierit. Sepse thash gjithmonë, në Fier motoja që kanë zgjedhur ata paqja është më e lirë se lufta, ka bërë që sot ti të kesh të njëjtët njerëz që kanë qenë në 94, 95. Janë aty, janë. Po nëse ka një konflikt, si zgjidhet në Fier? Dhe sot ata nëse ka një konflikt, si zgjidhet? Sot ata nuk janë thjesht siç i quajmë ne bandit dhe nuk i thua dot, bandit. Patjetër. Ata janë biznesmen që pagojnë me qindra rroga, taksa e gjitha, kanë aktivitete legale dhe janë fierakët kanë dhe një gjë. Edhe nuk dalin kollaj nga, po nuk sepse janë rritën, kështu thonë ata atje në Fier, që ne jemi në myze qeton, për s'na bjen baltësh du. Pra, ne po s'na shkeli i kamba, thot, tokë të fort, nuk e hedhim hapin. E kam idenë që pse ata i qëndrojnë Tiranës largë, dhe mendojnë mirë para se të dalin nga zona e tyre. Sepse mënyra edhe karakteri dhe fizionomia e këtyre grupeve që ka Fieri, pra, unë ku si kam gjetë ata në Ekuador, në Kolumbi, Meksik. Fierakët janë ndër të parët, janë eksploratorët e parë që kemi pasur ne, po i quajmë Marco Polo shqiptarë kanë qenë ata. Shkojnë në Greqi ishin fierakët parë, shkojnë në Turqi ishin fierakët, të kishin ardhur përpara, shkojnë në Londër ti, shkojnë në Gjermani, shkojnë në Francë, shkojnë në Spanjë. Ata janë aty, gjithmonë janë Marco Polo që kanë vendosur të parë të shtizën aty dhe ata kanë arritur destinacion. Po si zgjidhet në Fier një konflikt? Aftësia, si zgjidhet një konflikt? Nëse në Vlorë është kjo zgjidhje? Aftësia që kanë grupet e Fierit për të korruptuar institucionet e drejtësisë, për të bërë kompromis me ta, dhe sidomos për të bërë kompromise politike me pushtetin, pushtetin e radhës nuk ka ngjyrë, se ata thash
e gjejnë anën, është asi në mëngë që kanë patur këto grupe dhe jetëgjatësia e tyre kaq e madhe. Pra, nëse krimi domethënë Shqipëria, se s'ka pas kriminalitet para 90-s, ka qenë një natyrë tjetër krimi. Dhe diktaturat janë shtetet më subversive në planet. Por nga momenti kur Shqipëria ka filluar të kalojë nga krimi ordiner. Po korrupsioni edhe drejtësinë dhe politikën? Ata bëjnë kompromise të jashtëzakonshme me korrupsion apo kompromis? Bëjnë kompromise dhe korrupsion. Kompromiset i bëjnë në kohën kur ata veprojnë si biznese legale. Në ç'kuptim? Ata janë në tendra publik. Pra ata marrin para publike. Shiko, nëse ne marrim si etalon si mafien më të organizuar sot, ndragetën, Po. Ekuivalentët e ndragetës në Shqipëri janë në grupet e Fierit. Sepse thashë e trajtojnë krimin